Më falë, frikacak është. Kjo frikacak, të zanë, nuk o të keqe kush e fjole të zanë. Se... Aha. Po përderi sa teoria e fjolës këllë që nuk bëhet pip, që ka i bërë me konë? E në dalë jashtë do i them. Si e dallon një njëri ku ka ndjenja për ty? Pyetja. Pyetja. Shtrohet? Pyetja. Edhe kapet në përë shpit. Hop, hop. Ne shkreps... Si njëri femrës? Ne shkreps tjetër ne ka, se kem, ha? Jo, jetë. Nuk i di që kom posë veç në mbromë, ku më haru Dhe më shumë koka. Më kam jetë ndurë që kësani. I kësojna, Victoria. Po, ishi pra syzet pra. Ishi pra syzet. Po, ishi pra syzet. Debatohë së. Po, do të vim brapa dhe sa ti vesh një pikën situatës. O mirë, nuk shkon të finale me emrin tim. O mirë, nuk shkon të finale me emrin tim. O mirë, ta bëj një pyetje. Nuk shkon të Selin e dashur. Se nuk i të mirë po me. Nuk e të një pyetje, o kryefjala, ta bëj një pyetje. Jo kryefjala. Ti me ironin mua për gjestet e mia nuk i bën dot. Nuk i bën dot, se të njoh shumë mirë. O Selin, të njoh shumë mirë mënyrën se si sillesh me njerëzit. Ti çafleti ti, kishe njoh ka shumë mirë. Kishe njoh ka shumë mirë, se kishe gjetur në ditën e 80 që un pas kam ndjenja për ty, kishte thënë ditën e 10, a mund ta bëj një pyetje? Pa vërtet se jam shumë pa qejf dhe s'kam. Edhe mua s'më intereson kjo pjesa. Se edhe unë jam pa qejf. Edhe mua më vjen. Vërtet, unë zërin. Po dhe ti po vërtet. Po ti mos vërtet më, nëse të them fytym mos vërtet. Patjetër, unë ula zërin. Mund ta ulësh ti? Faleminderit. Mos e ul zërin ti ta ulë unë. O mirë, mos më merr zërin. Kam një pyetje tjetër. Si e dallon ti, 46 vjeç, besoj njohës ti mirë gjinisë femërore, që një femër ka ndjenja për ty. Ma shpjego pak si e dallon ti? Po ti si e dallon që merret me ty? O mirë, pyetja ime është, se nuk dua të bërtas më. Po pyetja ime të drejtohet ty, nuk është pyetje retorike. Ama ti ja përgjigj ato. Po një sekondë ta mbaroj. Ç'a të marrosh po? Pse vërtet? Pa bërë pyetje. Po pse po vërtet? Sepse ti zgjat muhabetin. Hajde me mua, edhe flasim bashkë. Ku të vi me ty unë? Po të flasim vetëm ne të dy. Hajde. Po ma hajde. Se nuk pëlqen këto me faqe tjerëse. Jo, se do vish ti pra. Do vish ti. Të deshaun, më kërkoje ti mua. Unë vi janë jo. E ti se jo. Hajde, jam këtu jemi. Nuk vi për Nuk do ikim larg, jo, këtu jemi. Jo, më jo, po larg edhe me dashje s'ke ku ikëm, maksimumin tualet. Vazhdo. Vazhdo, urdhë. Pyetja ime është, ti njohës si mirë femrave. Pra, ishe syzet. Si e dallon ti? S'kam për ti syzet ose Selin, çfarë do bësh? Do thë vllai mam, mos s'kam çfarë. Po pra, po thot vllai mam, mos e komento, se je lojtare e vjetër. Shiko, ti je lojtare e vjetër këtu, mos e komento vllai mam. Bravo. Bravo, to shpejt e mirë. Ke. Hajde, vazhdo. Po tani për zotin gjoa shqipe kaq fjalë ka, nuk e tmeshme. Vazhdo. Si e dallon ti një vajzë që ka ndjenja për ty? Ma thuj pak. Nuk e dalloj dot. Po si del ti të çosh të akuzosh një vajzë që ka ndjenja për ty? Po, ti ke akuzuar? Nuk akuzova. Unë të kam pyetur. Jo. Unë të kam pyetur, të kam thënë, vajzë e dashur, siç më ke pyetur ti, atëherë ta bëj dhe unë të pyetjem, se e njëjta gjë është. Ti si e dallon me eksperiencën tënde që një mashkull ka ndjenjë për ty? Ta kthej unë përgjigjen. Unë nuk e kam ndjer. Edhe kam thënë, një sekond. Vazhdoj dhe unë, asun. Ja, një sekond. Jo, vazhdo, asun. Bravo. Dhe unë kam thënë, instikti im femëror, e kam bërtit në prime, e kam bërtit kushdo që më ka ardhur tu, e kam bërtit kushdo që ka ardhur dhe të ka akuzuar ty, i kam thënë, instikti im femëror nuk gabon, e kam instiktin tim shumë të lartë, dhe unë nuk e ndjej që miri përballë me mund të ketë ndjenja një. Nuk më ka ngacmuar ndonjëherë një sekond, s'kam mbaruar, po një sekond, s'kam mbaruar. Nuk më ka ngacmuar ndonjëherë seksualisht 2. Nuk kam qenë ndonjëherë intimiduar nga veprimet e tij, si vajzë për balë ti 3. Dhe kur kemi bërë debatin tonë bas shpellës, vetëm për vetëm këtu, të kam thënë, miri, unë nuk i kam djerë në njerë këtë gjëra, por ama duke dëgjuar 15 vetë që akuzoj një gjë të tillë, po të pyes, si të pyet ati zyrë të isha për, nuk kam pyet e pishina për e të parë. Nuk e kam qef kështu kur më vje ka ish afer, dhe të kam pyet... Nuk vi afer te, unë për punë? Jo, se kam afer me, po të them... Si e i parë që... Nuk e i parë që të kam thënë, ja kam thënë Artanit, ja kam thënë Rogertit, sa po ja thash Rogertit, nuk e i parë që të kam thënë. Dhe të kam thënë, miri, këtu live, me qëse ti u bërë një njëri 15 për mua, që erdhe dhe nuk le laf pathën të shpella, më lejo, ka qenë fjalia e ndërtuar në këtë mënyrë, më lejo të bëm dhe unë njëriu i 15 duke të pyetur live, miri, a ke ti ndjenja për mua? Cila ka qenë përgjigja jote? Jo. Jo. Dhe çfarë kam bërë unë? Kam shku unë të nesërmen,
kur kanë ardhur njerëz të thoja shko, ai akuzojeni, ai ka ndjenja për mua, kam ardhur te ti dhe kam thënë si, tu I kam njerëz si, kanë ndjenja për mua. Okej. Edhe të vazhdoja, apo unë e kam lënë me përgjigjen, jo, ti nuk e ndjenja për mua dhe unë s'të kam ngasmuar më. Ku ishte pyetja? Dhe më thuj pak. Ku është pyetja? Si? A po bën pyetja po bën koment? Jo, po të shpjegoj kur unë Jo, them. mos më shpjego, the do të bëj një pyetje. Kush është pyetja? Po pra, pyetja ime është, ti se po bën koment kot. Bravo. A ka parë gjithë dynjaja? Komenti kot nuk është argumenti I mendimit tim. Është argument. Bëj një pyetje, ke thënë këtu, do të bëj një pyetje. Në moment që ti pyete dhe the, vajzë dashur, siç pyetet tim Prime, tu ke qenë, te siç. Por edhe një herë po më thua ku është pyetja, Po një sekond. Ti the, siç më ke pyetur, po të pyes unë. Ti ke ndjenja për mua? Unë të thash? Jo. Jo. Kam marrë. Ti pse vazhdove në vijim, ti vazhdosh akuzat e tua dhe të lejosh njerëzit të flasin, të lejosh njerëzit të flasin, që unë pas kam ndjenja për ty, kur ti e di shumë mirë, kur ti e di shumë mirë, ose, po pra, pse vazhdove, po. Pse vazhdove të, si ishte? Pse vazhdove akuzat kundrejt meje për ndjenjat, po. Unë, okej. Atëre, unë nuk kam vazhduar asnjëherë të akuzoj ty në momentin që je përgjigjur jo për këtë gjë. Nuk e kam vazhduar kur më, edhe nuk e kam bërë as vetë një akuzë tillë, por kam arritur të pyes filanin, fistekun, sipas gjithë situatave dhe ti që e sjellur nga fillimi I këtij Big Brotheri deri në fund, dhe jam detyruar dhe unë të futem në sikletë të kjo gjëja, të pyes ty siç ke pyetur dhe ti mua. Është e njëjta situatë, ti e thua me fjalë të tjera, unë e them me këto fjalë të mia. Është e njëjta situatë, s'ka marruar. Është e njëjta situatë, është njësoj, siç ke pas ti Merakun, duke dëgjuar 15 veta këtu që më akuzojnë për atë gjën, edhe unë kam pasur të njëjtin Merak. Sa veta ke dëgjuar? Një gjys. Një gjys. Unë kam pasur Merakun që të gjithë banorët që unë kam dëgjuar këtu, dua që të pyes ty, edhe të pyeta drejt për drejt. Dhe kam thënë, nuk e besoj këtë gjën, por I detyrohem vetes time, I detyrohem publikut, I detyrohem edhe familjes time, të gjitha gjërat merit bashkë, gjitha. Të pyes ty drejt për drejt. A ke ti ndjenja për mua, ose a ke pas, nuk ka rëndësi se si ishte, sa ke pas është. Ke thënë jo, faleminderit, kam thënë se nuk e kam komentuar. Tani, vazhdimi pyetjes tënde me koment është pse si mbyll gojën ti atyre? Jo, një sekond. Siç e kjo tema, jo, siç e kjo tema. Jo, komenti. Jo, komenti im, E more përgjigjen? Po, e mora përgjigjen. Dhe unë këtë gjë përgjigje Allah mirë si do mirë me këtë përgjigjen, shumë korrekte. Tani, gabimi I radhës. Jo, shumë mirë në rregull. Ti ke pyetjen tuaja, komentet tuaja, unë kam pyetjen mia. Pyetja ime tjetër e radhës është, përse ti nuk pas ke akuzuar më, mbasi ti ke marrë përgjigjen? Jo, nuk të kam akuzuar, o Selin. Të kam pyetur, është ndryshim. Nuk më ka akuzuar mbasi ke marrë përgjigjen, dëgjoj. Por ama sa herë ty dy vetat e kanë bërë të njëjtën temë bisede, ti ke qenë pjesëmarrës, I ke dëgjuar, ke thënë në një fjalë, I ke mbështetur dhe arrin dhe del një klip në Prime në radhës në sekond. Dhe ti e shikon klipin. Një sekond, klipin e ai klipi që pam, Dasmës, mas klipit Dasmës, po. Që ishin me momente nga koha kur neve rrinim bashk. Po. Dhe ti thua, urdhro, se ju më keni akuzuar mua duke qartazi kush ka pas ndjenja për kë. Qa thua, moj? Po, e ke thënë këtu. Qarë thua, moj? Okej, nuk e thënë ndjenja, ke thënë duke qartazi se kush ka vepruar. A ke thënë kështu? Ja pra, do me thënë, janë dhënë gjithë klipet e radhës 81 ditë, se çfarë veprime shkam për unë, po pas ke bërë dhe ti këto veprime, pra. Kjo ishte. Mos gënje, sepse I vetmi klip që ke dalë, vetëm veprimet e tua, kanë qenë në klipin e Prime të kaluar, jo, që kanë qenë shikimet. I vetmi klip që kanë qenë vetëm miri. Me shikimet që kishte dalë gimbët e... Qarë thua, moj, unë jam këtu, edhe të shikoj ty se ti do shkosh me atë. Qajnë ato, moj? Jo, ka qenë të tjera. Ka qenë të tjera, se ka qenë qënë ditë një. Ka qenë komplet. Nuk ka qenë vetëm të tuat. Me dushin pra. Nuk ka qenë vetëm të tuat. Unë dushin, kushdo që e ka insinuar situatën e dushit, unë ka marrë dhe I kanë thënë të përgjigjen e dushit të vërtetë. Ja këtu. Të gjithë. Ja këtu ka qenë ullur Selin, kur është dhënë mbas 31 ditësh, se atë të para 31 ditëve e kemi sqaruar. Kur u dha dhe një pjesa dushit dhe mu udhë gjithë shtëpia kundër, se ishim kundra neve në atë moment mbas 31 ditësh, kur mu udhë gjithë shtëpia kundër, ti nuk the që, çojer,
për këtë gjë mos e akuzoni, se më akuzun. Jo, e kam thënë. Mos u akuzoni. E kam thënë. Unë korri këtu dhe Didja është edhe shko pyetje thuj, kujt i ka thënë se lini situatën e dushit? Mos u jepni kundër këtij djalit, sepse pjesa e dushit është sqaruar dhe s'ka lidhje. Miri, mu vetëm për dushin më bën